Mendimin personal është që fajin kryesor e kanë prind për sjelljen e fëmijës vet. Prindërit. Sepse e kanë fillu t'i lënë fëmijën masdore në shtëpi, ka kontroll absolute. Hiq kur del prej shtëpie me shku në shkollë, nuk besoj që ka prind se kujdeset spaku ta kontrolloj fëmijën e vet, a thu vallë ç'a mban ai në çanta, mos e ka naj thik, mos e ka naj brisk, mos e ka naj cigare që s'duhet ta pi, mos ka diçka. Dhe as besoj që ndoshta shkon me ka 2 muaj, nuk shkon në shkollë të kontaktoj me mësuesin e tij dhe ta pyes çfarë sjelljes ka fëmia ime në shkollë. Kjo është e bajnë 80% fajin për fëmijët vet. 20% e kanë fajin mësuesat, sepse ka mësues që vetëm këshyr qysh me kalu orën edhe marr fundi mujt me marr pagën, edhe si jep pranësi as si fije profesionit vet, dhe si kur ta kish detyru dikush të hinë aty të punoj. E ka menën të naj profesion tjetër si ta bën naj biznes tjetër. Nëse nuk konvenon paga o zotëri mësues, shoh se vjen dikush që i konvenon ajo paga dhe ja kushton rëndësinë, jashtëzakonisht shumë. Edhe duhet, për mendimin tim, të është një ligj që çdo nxënës ta ketë karnet me fletorën e vet të shkollës, ku çdo javë t'i kërkohet që çdo të hanë nxënësi ta bjen në nënshkrimin e prindit në atë fletore, e në atë fletore mësuesi çdo javë duhet ta shënoj çdo notë që e ka marrë nxënës nëse o pyet gjatë javës, qysh o sjell, çka ka bo, nëse ka bo naj gabim. Edhe në vikend prindit ta lëshyr 2-3 faqe ato që aja ka shkruar mësuesi dhe në fund ta nënshkruan. Po spaku çdo dytën javë ta ketë nënshkrimin e babës, sepse ka fëmijë që shantazhojnë nanën, nana është pak më e butë. I thojnë që bre nanë mos i kallëzo babë, se kum s'baj mo, nënshkru ma qëto. Edhe nana pak më e butë, lëson për aja nënshkruan. Kështu që çdo dyti nënshkrim ta ketë nënshkrimin e babës. Kishte qenë e mirë, po nuk praktikohet kjo. Po e mirë, si ide e mirë. Ajo është një ide që ta kenë në kontroll edhe nxënësin, edhe mësuesi, edhe prindi. Shumë e vërtet. Zotëri, faleminderit shumë. Ju përshëndes, e kisha këshillu edhe prind t'i kontrollojnë pak fëmijën e vet, sepse nxënësin klasën e 7-8 shkon me thik, ka edhe me armë që shkon në shkollë. Po. Edhe mësuesit jepet pak maljeritja, ngre pak rreth veshve flokt pak të nxënësit, sepse ne përpara na kanë rre ka pak me vizore, ka pak me najthu për lista. Po m'duket ka qenë shëndosh. Po sigurisht. Edhe është respektu kur e kem pa mësuesin rrugë, e kem përshëndet, se mos me përshëndet, i kish tregu prindit dhe na kish përshëndet ai te shtëpia ndryshe. A nesër s'ke pas çka me lyp në shkollë hiç pastaj. Mora s'kish pas në shtëpi se me pa tregu prindit të kish ta kish bë mazi. Të kish shtin strug, se ishin përpara me shtin strug. Zotri Zeqer, faleminderit shumë. Ju përshëndes, e kisha lut prindit, kontrolloni fëmijën e ju, mos ju lëshoni peshëm, mos ja jepni lirinë e madhe. Edhe kujdes pak nga telefona, sepse kanë fillu të janë shumë të mbarun në këtë teknikë. Shumë e vërtet. Ju përshëndes.